200 familje të fshatit Polis së Librazhdit janë në terr të plot prej 3 javësh. Shkak është bërë mungesa e energjisë elektrike pas djegjes së transformatorit të zonës. Banorët e mbështetur nga deputeti socialist Auland Balla kanë denoncuar indiferencën e shtetit dhe kompanisë ÇEZ. Kemi 20 ditë, 30 ditë pa drita. Se ku të shkojmë, se ku t'ikim, nuk e dim. Ne dum drejtat tona paktën. I lutem qeverisë, t'i kërkoj çikës kushte kontroll kompanisë. Nëse se bën ajo të hyjë kompani tjetër, ne nuk kemi kusur faje. Dhe duhet konstatoj me keqardhje një papërgjegjësi të plot të kompanisë ÇEZ, të komunës dhe të gjitha strukturave shtetërore, të cilat kanë një reagim të mefsht dhe të munguar për të ardhur në ndihmë kësaj zone. Banorët e fshatit Polis tregojnë se janë pagues të rregullt, ndaj kërkojnë ÇEZ zvendësimin e transformatorit. Prej ditësh mungesa e energjisë elektrike ka shkaktuar probleme në jetën e përditshme të banorëve. Ndërkohë kompania ÇEZ deklaron se po punon për t'i dhënë zgjidhje problemit të banorëve të fshatit Polis.